Një aktivitet i veçantë me titullin Myftiu i Pukës Gëzim Kopani 20 vite në shërbim të komunitetit pukjan u zhvillua në nder të kontributit të tij të gjatë në drejtimin e myftinisë së Pukës. Gjatë këtyre viteve ai ka luajtur një rol të rëndësishëm në certifikimin e xhamive dhe tokave vakuf, si dhe në forcimin e bashkëpunimit ndërfetar dhe institucional. Myftiu i Pukës Gëzim Kopani 20 vite në shërbim të komunitetit pukjan ishte titulli i aktivitetit që erdhi si një mirënjohje për punën e tij ndër vite. Gjatë këtyre viteve, Myftiu Gëzim Kopani dha kontribut të çmuar në certifikimin e xhamive dhe tokave vakuf të myftinisë Puk. Mirënjohje dhe vlerësime për punën e tij erdhën nga komuniteti musliman i Shqipërisë, Kisha Katolike, institucione vendore e qendrore brenda dhe jashtë vendit, si dhe përfaqësues të organizatave që kanë bashkëpunuar me të ndër vite. Moment emocionues për Myftiun ishte surpriza e familjes. Me fjalë të ndjera, fëmijët dhe bashkëshortja ju drejtuan kështu: "E ti, babi, je më i mirë në botë për mua." Një din që ti dhe që gjithmonë gjërat të kesh në kontroll, por me sa duket kësaj radhe ja kemi dalë që të ta ndryshojmë pak skaletën. Por sot dua thjesht të them që dashuria ime për ty është e pafund dhe se jam krenar dhe me fat që jam vajza jote. Unë me babi për 20 vite shërbim të përkushtuar si myfti, në të cilat ke përhapur shembullin e dijes dhe mirësisë në këtë vend. Në përfundim të takimit ai mori vlerësime si nga Bashkia e Qytetit e po ashtu edhe nga komuniteti musliman shqiptar. Krahas detyrës së imamit dhe myftisë, Gëzim Kopani nga viti 2005 në vijim ka dhënë mësime islame, ndërsa në vitin 2008 emërohet nga zyra arsimore e rrethit Puk mësues i lëndës së informatikës.